Krishti unë gjallë. Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. E kemi thënë dhe herë tjera dhe përsërisim. Është shumë e rëndësishme leximi i Shkrimit të Shenjtë. Jo vetëm të dielave ku e dëgjojmë, por çdo ditë neve duhet të lexojmë Shkrimin e Shenjtë. Ai i krishterë, i cili nuk lexon çdo ditë Shkrimin e Shenjtë ose nuk e dëgjon, ai është në kufit ose i verbër shpirtërisht dhe i vdekur shpirtërisht. Pra, a e kuptoni sa e rëndësishme është leximi i Shkrimit të Shenjtë? Si mund të quhesh i krishterë kur ti nuk lexon Shkrimin e Shenjtë? Dhe ja çfarë na thot sot libri i Veprave të Apostujve. Dhe kur po shkonin për lutje, na doli para një skllave që kishte një frym falli, pitoni, e cila duke o treguar fati njerëzve, udhësinte shumë fitime zotrive të saj. Ajo u vu të ndjek Pavlin dhe ne, dhe bërtiste duke thënë, këta janë njerëz shërbëtorë të Perëndisë shumë të lartë, dhe ju shpallën udhën e shpëtimit. Dhe ajo e bëri këtë shumë ditë me radhë. Por Pavli u mërzit, u kthye dhe i tha frymës, unë të urdhëroj në emër të Jesu Krishtit, të dalësh prej saj, dhe fryma doli që në atë çast. Pra, tek libri i Veprave të Apostujve na tregohet kjo ngjarje. Dhe kjo ngjarje ka një rëndësi shumë madhe, sepse tregon fuqinë e Krishtit kundër demonëve. Shikojmë që kjo skllave kishte një frym falli, frym pitoni, gjarpri, sepse ajo parashikonte gjoja të ardhmen dhe ishte një mjet fitimi për zotrit e saj. Kur erdhi Pavli dhe Sila dhe predikoan, kjo shkonte mbas tyre dhe bërtiste duke thënë këta njerëz të Perëndisë. Në pamje të parë, duket se ishte çdo gjë normale, sepse kjo po thoshte një të vërtetë, por ku ishte anormaliteti, ku ishte kurthi, ku ishte gënjeshtra, kjo nuk fliste nga fryma e shenjtë, fliste nga fryma e djallit, fryma e fallit. Prandaj dhe apostull Pavli i tha, largohu djall prej saj. Dhe kur djalli u largua, ajo heshte dhe nuk bënte më fall. Shën Johan Gojarti komenton se apostull Pavli ndëryri sepse nuk pranonte dëshmi nga demonët. Këtë e bëri dhe Krishti. Mbani mend kur Krishti bënte mrekulli, dja i thonin, ti e biri Perëndisë, ti e shenjti Perëndisë. Por Krishti thoshte hesht. Pse thoshte Krishti dhe apostull Pavli hesht frymës demoniake, kur në disa momente duke thosot vërtetën? Sepse djalli është babai i gënjeshtrës. Mos e harroni këtë. Djalli është mjeshtër, se ai e ka lindur, e ka pjellur gënjeshtrën në veten e vet. Dhe ai mund thot disa të vërteta për të një gënjeshtër të madhe. Zoti, apostujt dhe kisha dhe ne të krishterët nuk e pranojnë të vërtetën nga djalli. Ne e pranojnë të vërtetën nga i vërteti, nga Krishti dhe nga Shpirti i Shenjtë, që është fryma e të vërtetës. Prandaj të nderuar të krishterë, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, është e patolerueshme që një i krishterë, i thot vetes krishterë, ai lutet Krishtit, por shikon dhe dëgjon dhe horoskopin. Ai mban kryqin, por dhe një hajmali me vete. Ai veten kish dhe kërkon uratat e priftërive, por shkon edhe te fallxhorët dhe të tjerët për të mirën e shëndetit të tij. Kjo nuk bëhet. Nuk është djalli dhe Zoti në një vend. Nuk është e vërteta dhe gënjeshtra në një vend. Nuk është shërbëtori i Zotit dhe shërbëtori i djallit në një vend. Kjo i quhet kurvëri shpirtërore. Dënohet nga kisha. Ashtu si një grua tradhton burrin e vet dhe shkon me një burr tjetër njëkohësisht. Kështu edhe ne të krishterët, kur edhe vim këtu në kish, por shkojmë dhe larg kishës, ku edhe lutemi Zotit, por edhe kemi dëshirë për fallin, spiritizmin, okultizmin, magjin dhe çdo formë tjetër, yogan, atëherë si mund të themi që jemi të krishterë?
A e dini se këto gjëra janë të ndaluara, janë të dënuara dhe ka kanone kishtare, duke filluar që nga koha apostolike, që të ndalojnë nga kungata? Në qovë se një krishter e quan veten të krishter dhe vjen këtu në kish dhe bën të tilla gjëra, pra ai shikon dhe dëgjon horoskopin, merret me fall, merret me spiritizëm, merret me yoga, merret me magji, edhe me çdo formë alternative okultiste, ai nuk duhet kungohet. Sepse ai ka rënë në bashkëpunim me djallin, është vegle ati, është mashtrues i mashtruar, ka mëkat të vdekshëm brenda vetes, ka tradhuar Krishtin. Prandaj nuk duhet kungohet. Por kisha, edhe pse ka kanone dhe të dënon, madje kanonet janë të rënda. Në kohën e apostujve, në qoftë se një krishter shkonte dhe merresh me fall ose me spiritizëm, dënoi 6 vjet larg kungatës. Edhe në qoftë se sot etrit e Kishtit janë treguar më të dhëmshur, sepse ne jemi larguar shumë nga Zoti, përsëri kisha nuk e ka hapur derën pas një kriter. Duhet patjetër të pendohesh, të rrëfesh për këtë mëkat, dhe masi ke marrë uratën e faljes nga ati rrëfys, mund të vish të kungohesh përsëri. Prandaj të dashur të krishterë, kujdes. Jetojmë në një botë ku gënjeshtra sot është bërë trendi, ku gënjejnë nga më i larti deri te më i vogli, kur institucionet e gënjeshtrës sot gëlojnë, dhe duhet kemi kujdes. Ne jemi të vërtetit, ne jemi të Krishtit. Ne nuk pranojmë të gënjejmë ose të na gënjejnë. Dhe Zoti e profetizoi të kohë, do dalin shumë profetë të rrenë. Dhe Apostull Pavli thotë që në kohërat e fundit njerëzit do largohen nga besimi në Zotin dhe do shkojnë dhe do dëgjojnë mësime demoniake. Gëlojnë nëpër media, që nga mëngjesi deri në darkë, dhe gëlojnë gjithandej dhe neve jemi të bombarduar. Por i krishteri nuk duhet dorëzohet. I krishteri duhet qëndroj fort në të vërtetën e Perëndisë. Pse njerëzit e duan fallin? Pse njerëzit kërkojnë të ardhmen? Sepse ata nuk besojnë te Perëndia, nuk besojnë te providenca hyjnore. Çfarë tha Krishti? Mos mendoni për nesër. Që do të thotë, jeta jonë nuk varet nga planet tona. Jeta jonë është në dorë të Zotit. Si thoshte dikush, unë qofse mendoj deri për drek. Kush nga ne do jetoj, ose e di, më mirë themi se do jetoj mbas këtyre çasteve? Askush. Kurse ne bëjmë plane për të nesër, pas nesër, për vite, për dekada. Dhe kërkojmë fall, të dim çfarë është e nesërmja. Se kemi frikë. Pse kemi frikë? Se jemi të pabes. Prandaj, një njeri që është besimtar nuk kërkon fall, por kërkon për kujdesin hyjnore, që është çdo ditë. Sepse çdo ditë e jetojmë Zotin. Tani është jeta. Tani është momenti që ne jemi me Zotin. Të tjerat nuk e dim, i di Zoti. Dhe në qoftë se duam të dim të ardhmen, atëherë si do ta kërkojmë? Duke u lutur, duke u penduar, duke u rrëfyer, duke marrë misteret e kishës. Dhe Zoti në qoftë se na nevojitet për ta dim të ardhmen, do na i thotë. Por Zoti nuk na i thotë shpeshherë të ardhmen, se ne do apozonim me të ardhmen. Në qoftë se Zoti na thoshte ti do ke një ardhme të ndritur, ne do vinim veten në apati, në gjumë dhe nuk do bënim asgjë për gjëra shpirtërore. Ose në qoftë se Zoti na thotë ti do kesh një të ardhme me mundime, ne do binim dëshpërim dhe nuk do bënim asgjë. Prandaj mjafton i dhërimi ditës sotme. E nesërmja mendon për veten e saj. Ne jetojmë për sot bashkë me Zotin, i cili është ai që është i sotmi, i nesërmi dhe i përjetësisë. Të dashur të krishterë, kujdes. Sepse nuk mund të kemi dy zotëri. Edhe Zotin të vërtetin, edhe djallin të gënjeshtër. Dhe në fund mund të themi se ata që merren me fall, ose shkojnë te fallxhorët, ose te magjistarët, ose me të gjitha alternativat që tham, dhe nuk pendohen, nuk rrëfen, por vdesin të tillë, mos të gënjejnë veten e tyre se do hyjnë në mbretërinë e Zotit. Çfarë thotë? Dhe ata që merren me magji nuk hyjnë në mbretërinë e Zotit. Të gjitha këto që ne përmendëm janë forma spiritizmi magjie.
të ndaluara, bashkëpunim me frymën e fallit, me frymën e pitonit, me frymën e gjarprit të demonit. Prandaj duhet i ndajmë këto gjëra. Të gjithë jemi njerëz. Zoti nuk na dënon pse mëkatojmë. Por Zoti thot, pse nuk pendohesh, pse nuk rrëfehesh, pse nuk ndryshon, po mbetesh në të gënjeshtër? Prandaj, le ti marrim seriozisht këto gjëra. Prandaj duhet leximi i Shkrimit të Shenjtë, sepse ai na ndriçon, që edhe kur gabojmë të korrigjohemi. Amin.